Dashi. Sot është thelbësore të reflektoni mirë para se të merrni vendime të rëndësishme, pasi Saturni po ju sfidon në fushën sentimentale dhe çdo nxitim mund të rrezikojë harmoninë në çift. Mas lejoni që emocioni momental të mbizotërojë, sepse do lëndoni veten dhe partnerin njëkohësisht. Kushtojini kohë analizës së situatës dhe diskutimeve të sinqerta. Ju beqarët do ndjej se atmosfera romantike nuk po ju favorizon, prandaj mos prisni shumë nga dita e sotme. Në punë, këshillohuni me ekspertët përpara se të nisni projekte të reja, pasi ata mund t'ju ofrojnë këshilla të vlefshme për të shmangur gabime. Financiarisht, optimizmi do kthehet pas disa veprimesh të mençura, duke ju lehtësuar ecjen përpara. Demi. Shpreha juaj sot do jetë magnetike dhe buzëqeshja do shoqërojë çdo hap, duke e zbukuruar ditën e atyre që ju rrethojnë. Në çift do kujdeseni për çdo detaj të vogël për t'i siguruar partnerit mbështetje dhe afërsi, ndërsa ai do ju rikthejë po të njëjtën dashuri, edhe nëse nuk është krejt çdo çast. Beqarët në ndikimin e fuqishëm të Merkurit do jenë më joshës se zakonisht dhe do tërheqin admirues të shumë. Përpiquni të dalloni sinqerisht diçka që përputhet me vlerat tuaja. Në punë do mbyllni në mënyrë të suksesshme një kontratë të rëndësishme, e cila mund t'ju ndryshojë perspektivën profesionale. Financiarisht, Uranit i atribuohet ndikimi pozitiv që do lehtësojë daljen nga vështirësitë. Binjakët. Hëna do favorizojë ndërtimin e kontakteve të reja dhe do sjellë një nuancë gëzimi në çdo ndërveprim. Në çift, pas disa muajsh bashkëpunim, sot do ndiheni më të përkushtuar se kur dhe do mendoni edhe për hapa të rëndësishëm, si ideja për fëmijë ose disa ndryshime në bashkëjetesë. Nëse jeni beqar, mundësitë për takime do jenë të shumta, por personat që do takoni mund të mos jenë në përputhje me prirjet tuaja të vërteta. Mos u nxitoni dhe besoni te instinkti. Në punë, mendimet pesimiste mund të ndikojnë në planet. Hiqini qafe dyshimet dhe veproni me besim. Në planin financiar, tronditjet janë të pranishme kur shpenzimet e kalojnë kufi. Kujdesuni për buxhetin. Daforia. Karakteri juaj i fortë dhe dominues mund të krijojë tensione sot, pasi mund të mos jeni plotësisht i vetëdijshëm për ndikimin e fjalëve në veprimeve tuaja tek të tjerë. Në çift, marrëdhënia nuk do jetë dramatike, por shmangja e diskutimeve të thella mund të acarojë partnerin. Komunikoni hapur për të evituar shkënjimet e panevojshme. Ju beqarët, edhe nëse provoni strategji joshse, nuk do shihni ndryshimet që prisni, prandaj ndryshoni qasjen për të fituar zemrën e dikujt. Në punë, mos ndani planet me kolegët e ziliqar, sepse ata mund t'i pengojnë përpjekjet tuaja. Në aspektin financiar, shpenzimet e pakuptimta do dobësojnë buxhetin. Vendosni prioritetet para çdo përballjeje impulsive. Luani. Sot do ndiheni më të vetëdijshëm për gabimet e së kaluarës dhe do kërkoni mënyra për t'i korrigjuar ato, veçanërisht në marrëdhënien me partnerin. Në çift, tensionet e fundit do shuhen fal ndikimit të Saturnit, i cili do largojë mosmarrëveshjet dhe do rikthejnë të qetësinë. Pasdite, komunikimi do bëhet më i lirë. Marsi gjithashtu sjell dëshirë aventure për beqarët, por dashuria e madhe nuk do të trokasë sot në derë. Përgatituni për momente argëtuese pa pritshmëri të larta. Në punë do keni më shumë energji dhe do kryeni hapa të papritur drejt qëllimeve profesionale. Financiarisht është çasti i përshtatshëm për t'i lënë vend pezullimeve, duke shmangur vendime të nxituara që mund të dezorganizojnë buxhetin. Virgjëresha. Sot, ndjeshmëria juaj do lulëzojë dhe do jeni shumë më të prirur t'i kushtoni vëmendje detajeve që më parë shpërfillnin. Në çift, të shfaqni një sjellje të menduar dhe plot kujdes në çdo dialog, duke forcuar besimin dhe harmoninë. Beqarët mund të ndihen romantik dhe të kërkojnë me vendosmëri personin e duhur. Delikatesa në qasje dhe aftësia joshse do i rrisin shanset për sukses. Në punë, një detyrë e re do ju pasionojë dhe do mbështeteni te këshillat e kolegëve më me përvojë, që ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve të komplikuara. Në planin financiar, ndikimi i Uranit mund t'ju inkurajojë për shpenzime, por kujdesuni të mos tejkaloni limitet dhe mbani buxhetin nën kontroll. Peshorja. Sot do filloni një cikël të ri duke hequr dorë nga disa zakone të dëmshme të së kaluarës. Ndryshimi i brendshëm do reflektohet në çdo marrëdhënie që kultivoni. Në çift mund të ndodhin konflikte të vogla që rrezikojnë klimën e qetë, por mbështetja e forcave të mira planetare do ju ndihmojë t'i kapërceni me sukses. Beqarët që preferojnë aventurën do vazhdojnë të jenë vetëm, pasi marrëdhëniet e rastit nuk do plotësojnë pritshmëritë për një lidhje afatgjatë. Në punë do konkretizoni idetë tuaja dhe reprorët do përmbushin premtimet e dhëna, duke ju garantuar sukses. Megjithatë, prirja për shpenzime të tepruara mund të dobësojë financat. Veproni me maturi. Akrepi.
Ndikimi i Hënës dhe Saturnit do largojë monotonimin dhe do ju bëjë më të logjikshëm në vendimmarrje. Pas mesditën do ndiheni më të frymëzuar dhe do bashkëpunoni më mirë me partnerin në çift, duke qartësuar tensionet e mëparshme. Ju beqarët do shfaqni romantizëm dhe vendosmëri në kërkimin e personit të zemrës, dhe delikatesa në qasje do ju ndihmojë të arrini qëllimin. Në punë, një detyrë e re do ju sfidojë dhe do ju magjepsë, ndërsa mbështetja e kolegëve të vjetër do forcojë rezistencën ndaj stresit. Financat do vuajnë dhe impulset për shpenzime. Krijoni rregulla strikte për të ruajtur buxhetin dhe shmangur dëmtimet afatgjata. Shigjetari. Neptuni po nxit diskutime dhe sfida gjatë kësaj dite, duke krijuar dëshirën për të ikur nga përgjegjësitë. Në çift, debatet e gjata mund të shkaktojnë ndarje të përkohshme, por durimi dhe komunikimi i qartë do rikthejnë ekuilibrin. Mos e humbisni këmbënguljen. Ju beqarët, megjithse ëndrat do jenë të mëdha, fati nuk do jap atë që prisni pa punë të vazhdueshme. Duroni edhe pak kohë para se ndryshimet e mëdha të ndodhin. Në punë, motivimin mund të bjerë dhe do ndiheni të stresuar nga konkurrenca. Organizoni orarin për të ruajtur produktivitetin. Financat, për shkak të shpenzimeve të pakontrolluara, do jenë të rënda. Ulni kostot e kota menjëherë. Britsjapi. Do përjetoni ndryshime të rëndësishme gjatë ditës. Vëmendja ndaj detajeve dhe përballimi i sfidave do rritet ndjeshëm. Në çift, përpiquni të ndryshoni rutinën dhe mos i mbani pritshmëritë e larta për partnerin, pasi kjo mund të sjellë zemërim. Bashkëpunimi i hapur do forcojë marrëdhënien. Ju beqarët do kenë fat në takime të veçanta dhe mund të fillojnë një histori që të zgjas, përgatituni t'u jepni vetes një mundësi. Në punë, një propozim për një detyrë të re shumë interesante mund të ju çojë drejt suksesit. Nëse e pranoni, fitimet profesionale do jenë të mëdha. Megjithatë, impulset homoseksuale në sektorin financiar kërkojnë disiplinë për të shmangur shpenzimet e panevojshme. Ujori. Neptuni dhe Venusi do sjellin një klim të favorshme në çift, duke lehtësuar qartësinë në komunikime dhe duke rritur sensualitetin. Nëse jeni beqar, do të hiqni vëmendjen në magnetizmin tuaj dhe mund të përjetoni një takim të papritur që do të hap rrugën për diçka më serioze. Në punë, energjia juaj e mëngjesit do jetë e lartë, por shmangni nxitimin dhe inatin për të përmbushur detyrat me sukses. Financat do jenë të pakta, kështu që ulini shpenzimet e kota dhe planifikoni me kujdes çdo investim. Fati do ju mbështesë në vendime, por mos i nënvlerësoni pasojat e çdo veprimi. Peshqit. Sot mund të ndjeni vështirësi për të vendosur limite ndaj mendimeve negative, prandaj jeni të vetëdijshëm për reagimet emocionale. Në çift, Neptuni do qartësojë keqkuptimet dhe Venusi do sjellë ngrohtësi e pasion, duke thelluar intimitetin. Beqarët do jenë tërheqës fal Marsit dhe mund të bini në sy pa shumë përpjekje. Në punë, energjia do jetë e lartë në mëngjes. Organizoni detyrat për të shmangur lodhjen. Financat mund të jenë të pakta, ulini shpenzimet e kota dhe fokusohuni te nevojat bazë. Fati do ju ndihmojë, por çdo vendim financiar duhet të merret me kujdes për të siguruar stabilitetin.